Ndikimi i fjalës së mirë. Ai ishte emigrant në një shtet evropian dhe punonte si shitës akullorësh për një biznismen në qytetin ku jetonte. Atë ditë dhe si çdo ditë tjetër, ai po shiste akullorët e tij të shishme dhe u bënte reklam duke thirrur: "Urdhëroni zonja dhe zotrin, akullore të shishme që kurrë nuk i ke provuar." Një zonjë tek të 70-at i afrohet dhe i kërkon një akullore. "Po zonjë e bukur dhe e hishme, ja tani do ju jap një akullore plot nur, ashtu si që jeni edhe ju vetë," ju përgjigj aty për aty shitësi. Jam fjalë që si kam dëgjuar që 30 vite. Pshërëtiu zonja të cilës i u bë shumë qefi për fjalët. Mori akulloren dhe duke i shkundur dorën shitësit i la një kartë monedhe, si për të i thënë që ke dhe bakshishin brenda. Shitësi mendoi se i ka lënë një 10 franga, por kur e hapi, pa që ishin plot 100 franga. A i la karocën dhe ju turr pas zonjës, të cilës i tha: "Zonjën e nderuar, më keni dhënë 100 franga dhe jo 10. More zotri, po të kisha do të jepja 1000 euro dhe jo 100. Për ato fjalë që i kisha harruar," ja ktheu zonja dhe vazhdoi rrugën. Fjala e mirë është vepër e mirë, thoshte profeti Muhammed.